Stuja që goditi dje Shkupjen ishte në kategorinë e uraganit. Në një moment era arriti shpejtësinë prej 130 km/h. Dëmet ishin thuajse të pashmangshme, ndërsa sot gjithandej kryeqytetit u pastruan rrugët nga betje që era i shpërndau gjithandej. Në çajër si në shumë pjesë të Shkupit kishte pemë të rrëzuara, që kishin dëmtuar makina dhe objekte përreth. Në Karposh një banezë mbeti pa kulm, pasi atë e shkuli era. Dhe një pjesë e poliklinikës në Bitpazar mbeti pa çati. Dëmet janë shkaktuar edhe në disa institucione shtetërore edhe në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Qendra sportive Boris Trajkovski gjithashtu njoftoi për dëmtime të mëdha në çatinë e pishinës, e cila përkohësisht nuk do të funksionojë. Në gjithë Shkupin janë regjistruar mbi 117 automjete të dëmtuara, 35 çati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara dhe 7 semafora të dëmtuar. Edhe njerja Krepi Orës, simbol të Shkupit, e ndalur në ora 5:17 që nga tërmeti vitit 1963 është dëmtuar nga stuja e fuqishme, ndërsa pritet që autoritetet ta riparojnë. Në teren janë angazhuar ekipet e zjarrfikseve, policisë, ndërmarrjeve komunale dhe ekipeve të energjetikës, të cilat po punojnë për sanimin e dëmeve dhe normalizimin e gjendjes. Kryeministri Hristian Mickovski tha se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompenzimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Скоро време. Наистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. Pasojat e motit të keq janë evidentuar edhe në qytete si Koçani, Shtip, Strumice dhe rajonin e Vardarit, ku janë raportuar pemë të rrëzuara, çati të dëmtuara, ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëmtime në infrastrukturë.